Kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyri, është paraqitur sërish këtë të martë në ambient të prokurisë së posaçme, ku është marrë në pyetje për rreth 2 orë gjysmë si personon hetim. Ai po hetohet për shpërdorim detyre dhe favorizim të kompanive në procedura tenderuese. Në seancën e marrjes në pyetje ka qenë i pranishëm dhe avokati i tij Ermir Beta. Nga informacionet bëhet midie se Jonaid Myzyri i është sekuestruar edhe aparati celular për llogaritë të hetimeve që ka nisur ndaj tij, edhe pse hetimet ndaj tij kanë nisur prej disa javësh. Myzyrit ende nuk i është komunikuar zyrtarisht asnjë akuzë. Çështja po diqet nga prokurori Elvin Gogaj dhe është pjesë e hetimeve më të gjëra të SPAK për korrupsion në institucionet që merren me prokurimet publike. Kjo shënon herën e tretë që Myzyri paraqitet në SPAK. Me 7 prill, ai kaloi më shumë se 2 orë në zyrat e prokurisë së posaçme. Ai mban postin e kreut të Komisionit të Prokurimeve Publike që prej vitit 2020. Ky komision është organi më i lartë administrativ që shqyrton ankesat për prokurimet publike, koncesionet, partneritetet publik-privat, ankantet, si dhe lejet minerare.